që me ndërtimin e rrugës që lidh Matin me rrugën e Arbërit në afërsi të rreth rrotullimit në fshatin Fshati janë shënuar me 10 aksidente. Kjo kthes, që është sapo lë rrugën e Arbërit në drejtim të Klosit, mund të quhet me të drejtë kthesa aksidenteve rrugore. Me 10 automjete janë përplasur me murin e improvisuar nga familja e Klodian Tokës, që ndodhet fare ngjitur me rrugën. Aksidenti më i fundit ndodhi pas ditën e së Entës, teksa një automjet përpaksa nuk përfundoi në oborrin e shtëpisë ku po luanin fëmijët e vegjël. Për fat të mirë, makina u ndal nga gurët e mëdhenj që ka vendosur vetë pronari i banesës, pasi barierat metalike të vendosura nga firma janë prishur prej kohësh. Automjeti që u aksidentua po lëvizte në drejtim të Klosit, por për shkak të lagështisë ka rrëshqitur dhe është ndalur pak para se të përfundonte në oborrin e banesës së familjes Doka. Nga aksidenti mbeti i lënduar drejtuesi i mjetit. Kjo pjesë rrugë vazhdimisht ka qenë burim aksidentesh, ndërsa familja e Klodian Dokës ka apeluar disa herë mediatikisht për rritjen e sigurisë pasi mjetet rrezikojnë të bien mbi banesë apo në oborrin e saj ku lozin fëmijët. Klodiani thotë se e ka ndërtuar vetë murin mbrojtës me gur pasi barierat metalike që kishte vendosur kompania ndërtuese e rrugës së Arbërit janë dëmtuar nga aksidentet e shumta automobilistike që kanë ndodhur në VMC.